Ndoshta dikush duke i dëgjuar të fjalë në mes në juaj, apo ndoshta pastaj duke i dëgjuar mund të thotë, po bre hoxh, mirë është kjo që po thua. Po unë jam duke lutë Allahun që sa kohë po s'ka përgjigje. Do të thotë badihave më lut. S'po vika kjo punë me lutje. E kjo është derë që shejtani prej kësaj dere hyn me ta mshil derën e Allahut te barekutaala. Domethënë, kur të qel derën ka Allahu, e mshil derën e djallit. Nëse ja qel derën djallit, ai hyn e ta mshil derën e Zotit. Tash duhet me kështu cilën derë pa e mon qel, e cilën derë pa e mshil. Çdo thirrje që të ndërpren nga lutja Allahut te barekutaala, çdo nxitim dhe nguti që thot u luta, po nuk u përgjigj Allahu, është hapje e derës së shejtanit. Dhe është mbyllje e derës së Allahut te barekutaala. Nga se të ndëllëzër, ti kur e lutë Allahun xhallahu ala, e ki një lutje, ndërsa Allahu atë që ka me dhënë ka shumë. Kur të që lutë Allahun xhallahu ala, bën dua, bëni të bindur, nëse kujdeset për duan si duhet. Edhe nëse Allah kur një vetë si përgjigjet, nuk kryet puna, ti e fitimtari më i madh. Pse? Për çdo lutje që e ke bo, ki sevap, sikurse për shembull fal. Sikurse për shembull me dhon sadaka. Ibadet është adhurim, ti fiton sevapet tek Allah ngritesh. Dhe e që Allah ta jap me shpërblim, o shumë me mirë se e që ti kërku për ti. Pësaj, mos me ndo kur se të roket në dorët ati që është bujar, në derën ati që është bujar, në derën ati që është fisnik, këtë rokit në derën e gjithëmshirshmit, këtë rokit në derën e Allahu xhallahu ala e me të thujit mrapsht, kur? Absolutisht. Por ajtë këthen me sevape, dhe të këthen me ato që është me mirë për ty. Fatkeci që ka pas me të godit, një e kej që ka pas mundësi me ndodhë, Allahu të largon nga asë është me rëndësishme se plëcimi i kërkesës, e ti nuk e din. Prandaj Allahu tha, Allahu din, e jo nuk dini. Ne e dim veç, se që këto që pe kërkojmë është e mirë, në veç këtë e dim. Tjerat a i dim na, nuk dim. Andaj lutë Allahu xhallahu ala, dorëzoja kërkesën, mbështetun Zotin xhallahu ala dhe jetë i qetë, nga se dera e Allahu xhallahu ala është e hapur për kërkesa. Kërkesa ka shku në adresën e dur dhe rri i qetë me zemër të bindur se Allahu xhallahu kur nuk e qënë hoq kërkesën tënde dhe lutjen tënde. Mirë po, në fund Allahu xhallahu ala tha, let me lutin mua, po lutin Allahu xhallahu ala, falyastajibu li wal yu'minu bi. Mirë po, edhe atalit me përgjigjen mua. Qysh këti kërkesa e thire, edhe i ka kërkesa. Përgjigje Allahu xhallahu në thiret e ti. Kur thret me fal namazin, kur thret me elon haramin, kur thret me elon këtë, ti përgjigjo. Edhe ai të përgjigjet. Beson në Allahun e mos e moho, ai të përgjigjet. Kujdesu për kafshatin e gojës, nga se një lutje që del nga barku i mushën haram, problem është marrë tek Allahu te barekutaala. Për shkak se forca e lutjes pengohet nga frejt e haramit, e të keqes, e asaj që nuk është e pastër. Përndryshe, përgëzoje vetën tonë për mundësit madhe, që Allahu ta ka hapë mundësin të lutësh Allahun xhallahu ala. Lute për gjithë shka, lute për gjithë detaj tjetës tonë, për këtë botë e për ahiret, e në veçanti lute për fejnë tonë, për udhëzimin tonë, të familjes tonë, lute Allahun xhallahu për poplin tonë e për njerëzit në barë. Allahu xhallahu ala në i pastrur zamrat. Allahu xhallahu ala në mundësof me e lutë, me atë e për atë që ajo është i kënaqur dhe është në dobinë tonë.